Festina e verës është ndër periudhat më të preferuara për aktivistët e grupit Korça Alpin, të cilët në fundjavë zgjedhin destinacione të ndryshme malore për të zhvilluar ecje në natyrë. Shtigjet e juglindjes me peizazhet e tyre të larmishme, burimet ujore dhe pyjet, tërheqin çdo vit gjithnjë më shumë të apasionuar pas hiking. Gjatë kësaj vere, grupi ka organizuar ecje në disa prej zonave më të bukura të bashkive Devol dhe Kolonj, por dhe në destinacione të tjera malore të qarkut të Korçës. Përveç promovimit të aktivitetit fizik, të udhëtime synojnë dhe njohjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të zonave që vizitohen. I gjithë rajoni, pak a shumë ju e dini, mbulohet nga male që janë vërtet të bukur. Duke nisur që nga Gramozi, që unë do ta krahasonja Malpet shqiptare, malin e Thatë, Valamarën, Ostrovicën, Morava është shumë interesante. Për këtë periudhë që po flasim, kemi bërë disa aktivitete. Duke nisur nga pjesa e Voskopovës, Gjergjevicën, Lengën, në Pogradec, në pjesën e Gërmenjit, kemi në program për të prekur edhe një pjesë të Leskovikut, sidomos Sarandoporin dhe pjesën e Benjës. Sipas Dimitrit, hikingu është një mënyrë e shëndetshme për të kaluar kohën e lirë, për të shkëputur nga rutina e përditshme dhe për të krijuar një lidhje më të fortë me natyrën. Një mendje punon shumë mirë dhe pothuajse në të gjitha studimet shkencore, pjesa e natyrës përben një faktor në mirëqenien e njeriu. Me 10 shtigje që përshkojnë malet, pyjet dhe fshatrat piktoresk, juglindja e vendit po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar për turizmin e aventurës, duke tërhequr jo vetëm banor të zonës, por edhe vizitor nga qytetet e tjera.